Besimtarë shqiptare. Faleminderit shumë. Mirë njohje. Figurën e burë. Faleminderit shumë. Pra vetë prezenca njerë, të Nikolinë dhe mentorit dhe bashkëpunimi për të arritur deri këtu, unë do t'i falenderoj publikisht, është nder dhe kënaqësi edhe si trashëgimtar kurakuqve edhe familjes Domi. Është e udhës, pra goca e Kaçanikut ka lëviz, siç thanë Gjakov, Tiranë, Prishtinë, po kryeqendra më afër prej Kaçanikut është Shkupi, edhe nuk do ishte mirë pra goca e Kaçanikut mos të prezanton pra në Shkup. Nga interesi, domethënë shifrat që është interesi shumë i lartë, me shumë kënaqësi e kam prit shkupianët. Besoj që do jetë një mbrëmje, domethënë që do lëm mbresa. Ne e bëjmë për disa arsye, domethënë arsyeja e parë edhe si kryetar komune, mendoj që nëpërmjet aktiviteteve kulturore, nëpërmjet ringjalljes kulturore, kontribuojmë edhe në zhvillimin ekonomik të qytetit vjetër, Çajirit. Këto janë modele europiane, njëjtë model pra të ngjashëm ka pas edhe komuna e Boqyrkës në Stockholm, ku nëpërmjet aktiviteteve kulturore ka qenë në ballina për aktivitete kulturore dhe jo për aktivitete negative, dhe kjo mandej ka rezultuar edhe me zhvillim ekonomik lokal. E para, e dyta, ne si shqiptar në Maqedoni kemi fatin që kemi Shqipërinë dhe Kosovën, edhe atë që nuk arrim vetë ta bëjmë, pra kemi kumbështetin, pra siç është pra opera Goca e Kaçanikut, vite më parë kemi sjell edhe operën Skënderbeu. Në këtë mënyrë pra ne edhe kemi edhe obligim kombëtar, obligim domethënë intelektual, po në të njëjtën kohë gjejmë mënyra për t'i përfaqësuar dhe për t'i demonstruar vlerat shqiptare edhe para bashkëqytetarëve tonë, qoftë Maqedonës apo të bashkive tjera. Prandaj i falenderoj edhe mendoj që është një fillim i mbar, një ringjallje kulturore e Shkupit të vjetër. Në veçanti, po sigurisht edhe në zyrën e kryetarit, i cili na rezervoi këtë pritje dhe këtë vlerësim jashtëzakonisht madh. Vim këtë radhë në Shkup me operën Goca e Kaçanikut, që 2 vjet më parë kemi prodhuar me ftesën e zotit Meriton Ferizi, drejtori i operës Kosovës, dhe e vum në skenë me një sukses shumë të madh. Para 2 vjetësh e ringritëm këtë vepër, e cila ishte vënë në Tiranë në vitin 1979, kur unë isha 20 e sa vjeç, një djalosh i ri sa kisha marrë shkollën. Por gëzimi që do ta vija në skenë dhe gëzimi për ftesën që mora nga Opera e Kosovës ishte jashtëzakonshëm, dhe këtë vepër, ju e them, unë kam vënë një mori veprash pafund. Por gëzimin, kënaqësinë, bile po them dhe lumturinë që kanë bjerë me operën Goca e Kaçanikut, është i papërshkruar pikërisht në këtë moshë që jam. Unë jam 70 vjeç, nuk jam më djalosh i ri. Arsyeja është shumë e thjeshtë. E para, se do ta bëja në një operë të re. E dyta, se do ta bëja me djem dhe vajza të reja. E treta, për vetë temën që vepra përfaqëson, temën e patriotizmit, cilin unë e kam shumë për zemër, dhe ngado që shkoj flas për këtë temë ose bëj vepra për këtë temë. Suksesi na siguroi që një vit më vonë, pra vjet në Çfaqen, ta bënim në Gjakov, ta bënim dhe në Tiranë. Në Tiranë morëm një sukses të jashtëzakonshëm. Ftesa këtë radhë ishte për operën e Shkupit, dhe me thënë të drejtën, unë kisha disa kohë, 1-2-3 muaj që nuk po dëgjohesha me Meritonin, por në momentin që mora ftesën dhe që do vinim në Shkup, unë e njoh operën e Shkupit se kam vënë shfaqje këtu në festivalin e Majit, që është bërë vite përpara, kam marrë me një vepër. U gëzova shumë, edhe për faktin që kjo mbështetet nga komuna e Çajirit në mënyrë të veçantë dhe nga kryetari. Kështu që kjo është edhe një rast i lumtur për mua që kryetarin që e kam pa në televizor, ta kem kështu dal vivo, ta kem direkt dhe me shumë simpati,
e kam simpatizuar gjithmonë për qetësinë e tij dhe për politikën shumë racionale që bën ky zotëri. Ju përgëzoj zotë. Faleminderit, kënaqësia jonë. Zoti Luiç, edhe një pyetje. Nikolin. Si Nikolin, në më fal. Si është ndjenja në Shkup se pikërisht në prag të festës së pavarësisë Kosovës vjen goca e Kaçanikut? Pa diskutim, me bëre shumë mirë që ma bëre këtë pyetje. Tema e pavarësisë është një temë që nuk ka mbaruar dhe nuk do mbarojë asnjëherë, përderisa shqiptarët do t'jenë gjithnjë të pavarur. Do t'jenë me administratën e tyre. Kështu që kur më pyesin gjithnjë që çfarë qëndrimi ti Nikolin man për politikën, unë i them në Tiranë dhe kudo. I them gurakuqet janë shërbëtorët e shtetit. Kështu kemi qenë brez pas brezi, kështu do t'jenë fëmijët e mi, niprit, mbesat e tjerë. Ka pret publiku i natës së sotme dhe a do t'i bashkoj kultura gjithë qytetarët? Kultura ka misionin e lartë që t'i bashkoj popujt, t'i bashkoj njerëzit, t'i bëj më të mirë, bile, mund të duket paradoksale, por kultura jo vetëm bashkon, por kultura edukon, i bën njerëzit më të mirë, i bën njerëzit më të dashur, njësoj sikur dalin nga një objekt kulti ku ai që predikon thot jepini dorën njëri tjetrit. Pra, nuk ka gjë më të bukur se sa të duash. Unë i takoj kulturës të dua, të përqoj mirësi, të përqoj dashuri tek njerëzit. Unë se njoh urrejtjen. Ky jam unë. Jemi ende institucion i ri, i themelun vitin 2021, po me hapa shumë shpejt po hecim. Po ndërlidhem pastaj se edhe një prej gur themeleve të operës tonë është pikërisht 2 milionë, duke ju falendëruar që i ndat këto 2 milionë për njerëzit emblematik të artit operistik në Kosovë dhe Shqipëri. Rauf Dhomi për 2 operat e vetme që i kemi në Kosovë dhe profesori me gati 100 tituj operistik që i ka vunë skenë dhe pikërisht tash me gjithat përvojt gjatë po na jetëson, pa na bashkangjitet, po na jetëson në institucionin tonë që me hecë sa ma mirë dhe sa ma mbarë. Prishtinë s'kemi salla kështu, po ja kemi dalë shumë mirë për salla të improvizuara. Gjakovi ishte një farë salla i plotëson deri diku kushtet, po para se të vim Shkup, ishim në Tiranë në një sallë që i plotëson kushtet, kështu që për këto për sallën këtu do të jetë sonte një mbrëmje kështu e paharrueshme.